Ajri i ftohthim premjes së vonë më përkëdhelte fytyrën, por unë nuk e ndjeja. Isha ulur në terracën e vogël të banesës sime, me një gotë verë të kuqe që po ngrohej kot në dorë. Poshtë meje, qyteti vezullonte me mijëra drita të vogla, secila një histori, secila një sekret. Por historia ime, sekretim, ishte aty, brenda meje, duke më djegur më shumë se vera më e fortë. 3 muaj më parë, jeta ime ishte një rutinë e qetë, pothuajse empir. Një martesë prej 8 vitesh me burrin tim, një njeri të mirë, të parashikueshëm, me të cilin ndaja një shtëpi, një faturë dhe një heshtje që ishte bërë më e madhe se çdo fjalë. E doja, sigurisht. Me atë lloj dashurie të ngrohtë dhe të sigurt që ndjen për një mik të vjetër. Por zjarri, ai zjarri i çmendur që lexoja në libra, ishte shuar aq kohë më parë sa nuk e kujtoja më se si ndihej. Pastaj erdhi ai. Le ta quajmë Serbi, jo se emri i tij kishte rëndësi, por sepse ai mbante me vete diçka nga ajo tokë e egër dhe e bukur. Ishte një koleg i një miku, një vizitë e rastësishme në një darkë të përbashkët. E mbaj mend të qeshurën e tij të ulët, tingëllom si zhurma e guralecave në një lumë malor. Dhe sytë e tij, një blu kaq i thellë, sa dukej sikur kishin parë stuhi dhe diell në të njëjtën mas. Ai nuk bëri asgjë të papërshtatshme atë në, thjesht më pa. Jo sikur shikon një grua tjetër në një fest, por sikur po lexonte një libër që donte ta kuptonte përmendsh. Dhe unë, për herë të parë pas vitesh, ndjeva një shpim të vogël në gjoks. Ndjeva se po shihesha vërtet. Takimi i dytë ishte i rastësishëm, në një galeri arti. Unë isha aty vetëm, duke kërkuar një aratisje nga përditshmëria. Ai ishte aty, duke parë një pikturë abstrakte me një përqendrim kaq të madh sa nuk guxova ta shqetësoja. Por ai më ndjeu, u kthye dhe buzëqeshi. E dija që do të vije, tha ai thjesht, sikur të ishte çështje kohe. Atë pasdite, në një kafe të vogël pranë galerisë, filloi magjia. Ai fliste për muzikën e tij, për violinën që i kishte shoqëruar gjithë jetën. Fliste për luftën, për humbjen, për dashurinë që i kishte djegur dhe për atë që i kishte shpëtuar. Fjalët e tij nuk ishin thjesht fjali, ishin melodi. Secila kishte ritmin e saj, një valzim që më merrte dhe më çonte diku larg. Ai nuk fliste thjesht, ai luante me zë. Dhe unë, si një instrument i akorduar keq për vite me radhë, fillova të vibroja në unison me të. Fjala buri nuk u përmend kur, ai nuk pyeti, unë nuk thash. Ishte sikur të kishim një marrëveshje të heshtur, ajo pjesë e botës nuk ekzistonte. Ekzistonim vetëm ne, 2 shpirtra që kishin gjetur njëri tjetrin në mes të një turme. Takimet u bën më të shpeshta, një shëtitje në park, një koncert i improvisuar në shtëpinë e tij modeste, ku ai më luante për orë të tëra. E mbyllja syt dhe muzika e tij depërtonte në mua si një gjuhë e re. Ajo fliste për gjëra që nuk isha guxuar t'i thoja kur vetes. Për etjen, për të papriturën, për atë ndjenjë të qenit gjallë deri në palc. Një mbrëmje, pasi melodi e veçanërisht ngarkuar me melankoli, ai u ngrit nga karigja dhe erdhi tek unë. Nuk më kish prekur kur më parë, përtej një shtrëngimi dorës. Por atë natë ai ngriti dorën dhe më preku faqen. Prekja e tij ishte e lehtë, pothuajse e padurueshme në butësinë e saj. Nuk ishte një kërkesë, ishte një pyetje. Dhe unë, me gjithë qenien time, ju përgjigja. Nuk do ta përshkruaj atë që ndodhi më pas, nuk është e nevojshme. Sepse ajo që ndodhi nuk ishte thjesht një akt fizik, ishte një shkrirje. Ishte si të ktheje faqen e një libri që e ke lexuar për 1000 herë dhe të gjesh një histori krejtësisht të re. Në krahët e tij nuk isha thjesht një grua, isha një notë në një melodi që ai po kompozonte. Dhe ai, me çdo lëvizje, me çdo frymëmarrje të tij, më bënte të ndjeja se isha e vetmja notë që kishte rëndësi. Ishte intimitet në formën e tij më të pastër, një bisedë pa fjalë ku trupat tanë flisnin një gjuhë të humbur prej kohësh. Dhe në kulmin e asaj ndjenje ndodhi diçka e habitshme. Pash fytyrën e burit tim, jo në një moment faji, siç do të pritej, por si një fotografi e zbeth, një kujtim që po zbardhej. Pash jetën tonë të përbashkët, si një film në të zezë e bardhë.
ndërsa ajo që po jetoja në atë qast ishte një shpërthim ngjyrash. Pash rutinën, parashikueshmërinë, atë heshtjen komode që më kishte mbutur. Dhe në atë sekond nuk ndjeva keqardhje. Ndiqa një liri të tmerrshme, një çlirim. Vegla e serbit, ai hark jaft që ai përdorte mbi telat e shpirtit tim, më kishte bërë të haroja jo vetëm burin, por të gjitha arsjet pse kisha qëndruar kaq gjatë në atë hares. Kur u ktheva në shtëpi atë natë, buri im flinte i qetë në anën e tij të krevatit. Heshtja ishte po aq e madhe sa gjithmonë. Por unë nuk isha më e njëjta. Ula pranë tij dhe pash konturet e njohura të fytyrës së tij. Pash një njeri të mirë, por pash edhe muret që kishim ndërtuar mes nesh. Dhe kuptova se vegla e serbit nuk më kishte larguar nga burim. Më kishte treguar rrugën prapat e vetja ime. Tani, ulur në tarac, me gotën e verës në dorë, nuk ndjej faj. Ndjej një trishtim të thellë për atë që humba dhe një mirënjohje të pamas për atë që gjeta. Melodia e serbit vazhdon të tingëlloj diku në një cep të mendjesime, por ajo nuk është më një thirrje për Arati. Është një kujtim i asaj që mund të ndjej, i asaj gruaje që isha dhe që mund të bëhem përsëri. Ngrihem dhe hyj brenda. Buri im është zgjuar dhe po pi kafe në kuzhinë. Më shikon dhe buzëqesh, një buzëqeshje e njohur, e ngrohtë. Por këtë herë diçka është ndryshe. Unë nuk shoh më një rutinë, shoh një zgjedhje.